Nderuar miq, ju përshëndes nga studio e emisionit Fusion këtu në televizionin Blu TV në këtë transmetim të drejt për drejt në këtë të prende, pra prag fundjavë. Kam zgjedhur një temë shumë të veçantë sot për të ndarë me ju nderuar miq, është një temë që sigurisht që ka në bazë turizmin, por një element që përbën dhe bazën e zhvillimit, atë që është i padiskutueshëm për të aspiruar, për të ëndërruar një turizëm i cili duhet të vijë duke u zgjeruar në përputhje edhe me parametra të tjerë, sigurisht. Por një industri turistike e mirëfillt e standardeve bashkëkohore nuk ka rëndësi të presupozohet ose të nënkuptohet ose të aspirohet për të vlerësuar pa patur ujin e pishëm ose jo, por që është elementi themelor mbi të cilin ngrihet baza e asaj që duam dhe duhet të arrijmë. Por a i kemi kapacitetet? A janë mundësitë për të ecur paralelisht? Pra, sasia e ujit që duhet të ekzistojë dhe duhet të gjenerojë dhe duhet të shkojë tek konsumatorët ose jo, dhe ritmeve të zhvillimit të turizmit që janë ato që janë, pra ritme të larta, të cilat veçanërisht në vitet e fundit na bëjnë që ne të jemi të përgjegjshëm ndaj asaj që duhet të arrijmë. Pra një turizëm i cili sot në shkallë vendi ka një fluks vjetor prej rreth 12 milion turistësh të huaj, duke veçuar ata vendas, dhe që nesër dhe që në Vlorë shkon në të paktën minimumi 1 milion turist, pra si shifër vjetore, pra kjo thotë se ne duhet të dimë ku duhet të shkojmë dhe cilat janë hapat që duhet të ndjekim. Por së pari uji. Për të trajtuar ujin të element të rëndësishëm, duhet të vlerësojmë së pari siç thash kapacitetet dhe më tej pra gjitha ato që duhet të realizojmë apasapi. Është duke zhvilluar, duke u implementuar një projekt, pra projekti i rrjetit të kanalizimit, të furnizimit të ujësjellësit, i cili sigurisht që është një investim i rëndësishëm që shënon dhe mbylljen e një sër investimeve që kanë nisur, në mos gaboj pra në 2007 për të ardhur pra në këtë moment. A do të kemi ujë të pishëm 24 orë në xhezmat e konsumatorëve? Kjo është një pyetje që gjithashtu na bën që të jemi të gjithë të vëmendshëm ndaj të gjitha zhvillimeve që lidhen me këtë fushë. Për të trajtuar këtë çështje të rëndësishme, unë sot kam ekspertin e fushës, zotin Irfan Canaj. Zoti Irfan, mirë se erdhe në Fusion. Mirë, faleminderit. Është kënaqësi të të kem sot në këtë emision, jo vetëm për veten time, sepse sigurisht që tema është mjaft e mprekt, por veçanërisht në raport me teleshikuesit, në raport me qytetarët, për të cilët uji i pishëm veçanërisht këto 2 vite që faza përfundimtare e implementimit të projektit për ndërtimin, për mbylljen e gjithë sistemit të furnizimit, i ka bërë pra gjithë qytetarët jenë të vëmendshëm edhe thjesht për faktin jo vetëm ujë që duhet të marrin, por edhe kur duhet të mbyllen punimet e ndërtimit të rrjetit të ri. Atëherë nisim nga ajo që tham. Së pari, pra kapacitetet, mundësitë të cilat duhet shkojnë paralelisht me njëra tjetrën për të krijuar bazën e zhvillimit turistik të Vlorës. Nuk e di kjo është dhe pyetja juaj, por ky investim që bëhet duhet përgëzuar për iniciatorët edhe për sasinë e financimit. Për faktin se Vlora për shkak të strukturës që ka, tubacionet e Qelikut kanë patur konsum nga ndryshku e nga elementet të tjerë përbërës të tokës tonë, në cila ka dhe shëllira në thellësitë e saj. Pra konsum fizik dhe konsum moral. Do shkojmë të morali, por ai fiziku. Jemi dhe fiziku. Na ka detyruar që për këtë projekt të ri, ky projekt i ri, të ketë si objekt
zëvendësimin e tubacioneve të vjetra, plus që ka dhe një pritshmëri për një furnizim të popullatës për 24 orë. Që do thotë, sepse pas kësaj vjen pyetja e drejt për drejt. A do të realizohet, a ky investim e realizon atë që thuhet, pra objektivin që qyteti i Vlorës, komuniteti vlonjat furnizohet 24 orë me ujë të pishëm pa ndërprerje? Projekti efektivisht merr përsipër që sasinë e preventivuar dhe financimin që ka në situacion përfundimisht, ai plotson të gjithë sasinë e ujit që kanë burime për ta dërguar drejt konsumatorëve, të cilët janë dy lloj. Është konsumi për ujin e pishëm, që shtohet edhe një element shumë i rëndësishëm që në njësinë e kohës, në qoftë se Vlora ka flitet që ka 150.000 banor të regjistruar, por po ta shikosh me atë tërsinë e migrimit, mund të ketë banor gjendje rreth 70-80.000 banor. Pra banor rezident, të ke parasysh? Ata që janë në Vlorë. Rezidentë gjithë vjetor. Gjithë vjetor. Duke veçuar fluksin që vjetor. vjen vizitorët, turistët vjetor. brenda vendit dhe turistët Po, të po. huaj njëkohësisht. Me Shqipërin që juve thatë për 1 milion turist në vit, Në Vlorë. tregon që do na shoqërojnë rreth gjatë gjithë vitit, po një mesatare prej 60-70.000 banor në muaj. Të ri, pra shtesë. Të gjithë ata janë shtesa e këtyre. Do me thënë neve jemi te 150.000 për këto 4 muaj, 5 muaj i banorëve. Pjesa tjetër është konsumatorët, duhet t'i ndajmë në 2 kategori. Konsumatorët e ujit të pishëm, të cilët duhet kundrejt kësaj popullsie, i bie që të konsumojnë rreth rreth sasisë prej 200 litra në sekond, 0,2 metro kub. 100.000 banor që do jenë të përditshëm, duhet jetë rreth llogaritë se do për me laps. Atëre marrim, supozojmë se marrim ti the 100 litra apo 200 litra? 200 litra. 200 litra në 200 litra në sekond. Në 24 orë. 24 orë. Për çdo banor. Për çdo banor. Po, që do në 24 orë, do me thënë 150.000 R02 vete 75.000 metro kub. Dhe që 75.000 metro kub. Duhet hy në ujësjellsin, në rrjetin e furnizimit për të plotësuar nevojat e qytetit. Kjo përjashton orën, se varet nga rrethana në të cilën uji konsumohet. Dhe angelet vetëm nevojat e qytetarëve, edhe turistëve, apo është dhe vaditja e përfshirë, e cila vaditja nuk po e marë vaditje klandestine, po vetëm vaditjen e gjelbërimit të qytetit, se ky është qytet që ka shumë nevojë për gjelbërim, i bie që rreth 100.000 metro kub në ditë të prodhohet. Pra do të prodhohet 100.000 metër kub në 24 orë. Në 24 orë. Do me thënë i bie rreth 1.2 metro kub në sekund. Në sekund. Pra kaq është edhe hyrja. 86.400 sekonda ka dita. Po.
Dhe për 12 muaj... Që do thotë 86.400 metër kub duhet të Në hynë. 86.000, po. Në sasinë e kësaj do të Ose qyteti, ose rreth 100.000 metër kub. Ajo shifër që përmendoj pak më 100.000 metër kub. Për qenë brenda, po. Po. Cilat janë burimet ose stacionet e futjes së ujit në rrjetin e qytetit? Pra duhet dalim te infrastruktura furnizuese mbështetëse dhe infrastruktura e drejt për drejt, plus edhe depot të cilat mundsojnë pra furnizimin e ujit në kushtet e optimalitetit. Shpërndarja dhe depozitimi i ujrave varet nga kapacitetet e depove të ujit. Por unë më sa di... Sa depo uj kemi? Sa depo që të qytetit? Po depoat e vjetë Korriku për shumë që ishte 2.000 metro kubëshe, nuk funksionon më. Pra ka dal nga funksioni. Aktualisht cilat kemi në funksion? Depoa e Qimendos për shumë... Mbi ish fabrikën e Qimendos? Mbi fabrikën e Qimendos. Nuk kam djeni është puna apo jo. Di që stacioni ose depoa e Kuzobajt për shumë, te kryqëzimi rrugëve atje, është në mirë pa jo ka detyrën më të vështirë për shkaku në se ka lagjet më me lartësi. Edhe tani me shtimin e popullatës jam shumë njerëz që furnizojnë nga jo. Që thot, në një kënd vështrim shumë profesional, energjia potenciale e nevojshme këtë rast e krijuar përmes dërgimit, nuk e di nëse jam i saktë në rregull me konceptin, me termin. Pra, është e mjaftueshme për të mundësuar furnizimin e konsumatorëve, pra që uji të rrjedh dhe duke zhduruar në energji kinetike, apo sepse është termi tjetër i energjisë, por të plotësuar pasaj në atë që përbën pra furnizim normal të konsumatorëve. Pra kjo depo me kapacitet që përmend. Unë nuk është puna se jam skeptik ose jam dakord. Jam dakord me projektin e ri që i shoh në sytë mi që po investojnë për të zvendësuar tubo dhe për të rritur kapacitetet e tyre. Kjo është gjë më e mirë që bëhet. Por mos i ngarkojmë projektin me një detyrë që na takon neve për trajtimin e ujit. Të gjithë qytetarëve u takon dhe organeve përkatëse u takon si qendër marrjet e ujësjellësit e tjera. U takon që për ujin e pishëm të gjithë të jenë kujdestar, në qoftë se ne kërkojmë të kemi një dinamik ndryshe nga që kemi patur deri tani. Detin na e ka dhënë Zoti, por ujin e pishëm e kemi nga vetja. Edhe në orar, edhe në sasi, edhe në cilësi. Që do të thotë? Që do të thotë? Më i detajuar në këtë pjesë. Vepra, unë të them drejtën nuk po e mbroj para kohe. Por kapaciteti që prodhohet për 100.000 metro kub, me 200 litra në sekundë që thash, ne morëm vesh që ajo furnizon furnizon 0,2 metro kub në sekundë për çdo një njeri. Kështu që 0,2 litra i bie që ose 200 mililitra, 200 litra? 200 litra në sekundë, por është 0, se duhet të bëjmë llogarin me metro kub. Po. Metro kubi është 0,2 për frym. 0,2 metro kub për frym. 0,2 nga 100.000 vete shkon 50.000. 50.000 banorë mund të furnizohen me ujë me 200 litra. Që do thotë,
kapaciteti furnizues aktualisht me ujë të pijshëm i qytetit nuk 500.000 banor, se thash. Për 500.000 banor, po. 500.000 banor. Kështu që në kuadrin tonë ne jemi të 150-200. Do me thënë ujë kemi goxha dhe 300 deri në 300 deri në 400 litra në sekondë. Ndërkohë, nëse bëjmë një krahasim me standardet evropiane, cilat janë parametrat në këtë rast evropiane dhe ato të Shqipërisë. Kur themi 300-400 litra për çdo frym, për çdo banor në 24 orë, po, dhe ta marrim 200 litra. Ne duhet të rrim me kujdestari, se nuk është një konsumator vetë. Janë dhe konsumatorët. Konsumi madh është gjelbrimi, larje rrugëve, të gjitha këto janë larje makinave, të gjitha këto janë konsum jashtë. Ynë në pjesën e konsumatorëve, janë konsumatorë këto faturohet. Konsumatorë të standardeve tjera të cilat gjithsesi rrisin edhe sasinë e ujit të pijshëm që konsumohet. Jo, marrin nga uji i pijshëm. Këto janë ujëra që nuk shpërdorohen, pa përdoren. Nërsa uji që shpërdorohet janë rrjedhjet, që ne shpresojnë mos t'i kemi me tubot e reja, por janë edhe vaditjet private të cilat në një farë mënyre dhe në një tjetër nuk shkojnë në favor të furnizimit të ujit të popullatës, po i influencojnë negativisht atje. Pra duhet të ndajmë, 24 orëshi është një nevojë, por edhe ndoshta imediate. Por unë them, të mos themi 12 orë. Ne jemi 12 orë, sikur të arrit të bëj kjo. Pra 12 orë të kemi ujë në çesma tona. Po, në çesma tona. Ndërkohë që premtimi është 24 orë. Pra 24 orë ujë pa ndërprerje, 24. Ky është premtimi që është thënë dhe që thuhet që garantohet nga ky me mua nuk më vjen keq në qoftë se na thosin të skeptikët. Se është shumë mirë të ketë dhe skeptik, po jo vetëm optimist. Patjetër, po gjithsesi optimizmi është një faktor i rëndësishëm. Unë mendoj me skepticizmin që mund të na quajnë për 12 orë, ne jemi me shumicën. Se eksperiencat nuk janë të hidhura kudo. Ti pak më lartë, kur thua eksperienca, që ke parasysh? Janë të hidhura, eksperienca të hidhura. Që s'kemi provuar që të kemi më shumë se 4 orë ujë në ditë. Por ndërkohë. Por mos harro, që atë ngjitjen e ujit e bëjmë ne me bolierët. Gati 50% e popullatës furnizohen nga bolierët. Do të thotë kur thua ngjitjen e ujit e bëjmë ne përmes bolierëve në terasat e pallateve tona, këtë ke parasysh? Jo terasat, çdo apartamente të lartë. Po që kanë ujë në gjatë ditës për shkak të depozitit. Për të siguruar atë energjinë potenciale për të furnizuar sa më gjatë me ujë. Për të furnizuar dhe ne kemi provuar me qarkullim ujë 24 orë. Për shkakun se kemi patur bolierët. Por në kaq sa kanë bolierët, duhet të pretendojmë që do pimë dhe kur të vijë ujë 24 orë. Por bolierët nuk do jenë. Edhe kjo është një masë shumë interesante, se kërkon shërbime të tjera. Kërkon shërbime shumë të rëndësishme në shpërndarjen e ujit. Shpërndarja e ujit është një problem i rëndësishëm në furnizim e popullatës me ujë. Atëre, me këtë po më zgjon atë kryesedhin për të mbetur pak në këtë pikë. Ti thua që kjo na bën pra heqja futja, implementimi ose futja në funksion e këtij projekti, ose më saktë e këtij rrjeti të ri që brenda pak javëve pritet të mbyllet si investim. Do të shoqërohet me heqjen e bolierëve, atyre mirave bolierë. Sa bolierë ka sot qyteti i Vlorës? Një pyetje.
për të Po, si pauzë, bolierët si parantezë për të kaluar tek ajo pyetje e madhe. Sa banor. Sa boliera Sa ka boliera. sot në qytetin e Vlorës, mbi terrasat e pallateve apo gotinat e tjera? Po të marrim 15 bolierë, që i thon 7 metër kup e gjysmë, ja po e bëjmë 10 metër kup, se ka dhe 1 metër kup, edhe 2 ka raste. Por po ta bëjmë me 10 metër kup për apartamente, dhe po të mendojmë që 50.000 nga 35.000 banor efektiv marrin ujë nga i bie që t'jenë marrin ujë Nga bolierë, marrin ujë nga bolierët, rreth 35.000 banor. 35.000 hyrje, familje, jo banor. Familje apo banor? Jo, te banorët, pastaj te familjet. Familjet do t'i llogarisim me 2 për të favorizuar logjikën. Dhe kjo i bie që t'jenë rreth 17.000 pallate. Apartamente. Apartamente, po? Apartamente, pastaj ki parasysh pjesëtim për 17. Janë 1.000, janë 2.000 apartamente. Atëre llogaritet në rreth 50.000, nëse bëra një llogari të shpejtë, bie rreth 50.000 bolier sot në qytet, pra në terraca ose në objekte të tjera banimi? Ajo ishte 17.000 bolier janë, 20.000 bolier. Pra kemi gjithsesi 20.000 bolier sot. Atëre implementimi, vërja në eficiencë, në funksion të plot e këtij sistemi, do të thotë që gradualisht, brenda një momenti, brenda një kohe shumë optimale, duhet të heqim dhe bolierët që kemi aktualisht, apo jo? Atëre cilat janë masat që ti thua se duhet marrim për të parapërir, pra për të garantuar atë furnizimin normal të popullsisë? Atëre nëse do ta marrim e të lëmë me njanë eksperiencën, unë mendoj që në pas mbarimit të projektit, e gjithë shpërndarja është me dorë lartë. Shpërndarja ka përgjegjësi shumë të madhe. Pse? Për faktin se furnizimi i popullatës në shtrirje dhe në lartësi është problem për barazi furnizimi. Kështu që të arrim tek suksesi duhet të nisë nga vetë shpërndarësit. Që do të thotë? Pra çfarë masat duhet të implementohen? Këto tubo të reja që shtrohen nuk duhet të preken nga askush. Si mund të preken kur ato janë nën tokë? Ne të janë nën tokë. Atëherë si mund të Mbi preken? tokë, nën tokë, ne kemi eksperiencë të hidhur në këtë drejtim. Të mos preken, vëlla. Të mos preken. Çfarë materiali janë këto tubo? Kush tubot? Tubot, ky sistem, pra. Po tubot i kanë sistemin plastik, por nuk janë të fortë dhe këta, nuk janë tubo që mund t'i shposh me shpon me mjete. Atëre perceptimi i çdo kujt që kur dëgjon fjalën abuzim ndryrë është që do ndrym me mënyra, me mjete pajisje të ndryshme për t'i shpuar për të marrë për të përfituar një lidhje të paligjshme. Një lidhje të fshehtë apo jo. Kjo s'mund të realizohet. Po do kesh një gjë parasysh që Vlora është e tëra tokë bujqësore. Dhe çfarë do thotë kjo? Dhe tokë bujqësore do vaditet. Atëherë unë të marr një shembull. Jemi në Vlorë, por ndërkohë kemi 2 shembuj, kemi të paktën 3 shembuj më të hershëm në Shqipëri, qytete të cilat sot kanë furnizim me ujë të pijshëm 24 orë. Janë projekte të implementuar, të realizuara vite më parë, në mos gaboj të financuara nga para gjermane përmes KFV-s, mekanizmit që ata kanë, institucionit financiare që ata kanë për të furnizuar projekte të tilla në Shqipëri. Kam parasysh Shkodrën, kam parasysh Korçën edhe Pogradecin, por mos gaboj edhe Lezhën.
Pra janë modele të cilat kanë rezultuar eficiente. Sot të shkosh në Korçë, të shkosh në Shkodër, të shkosh në Pogradec, të kërkosh ujë, në Shkodër për shembull thonë çfarë ujë do, ujë bashkie apo ujë të konfeksionuar. Sepse uji bashkisë, uji i rrjetit të ujësjesit, është me parametrat në drejtim të pastërtisë, pra të mungesës së ndotjes, mjaft normal për të konsumuar. Atëherë kemi 3 apo 4 modele nëse të përfshim edhe Lezhën. A janë këto një bazë për të menduar që edhe projekti dhe modeli i Vlorës të jetë i suksesshëm? Është shumë i suksesshëm në drejtimin e cilësisë. Por nuk do arri që të jetë i suksesshëm në shpërndarje. Pse? Këtë përgjigje dua. Për përgjigja është ka pamundësi në realizim. Pse? Po se uji do furnizoj kate. Nuk po diskutoj për pallatet që janë mbi 10 kate, se ata i kanë bërë me stacione të brendshme, i kanë me pompa. Përgjithsisht pallatet e reja e kanë këtë komoditet. I kanë komoditet. Unë them që provizorisht këto bolierët dhe pompat të hiqen me kujdes. Pra sipas një modeli që do krijohet dhe rrethana i do krijojë uji i pish. Pra step by step, po? Ashtu. E dyta, konsumatori që ne e lam pa përmendur emri, është uji teknologjik. Që duhet pi në favor. E lëm pak më tej uji teknologjik. Si term? Është term interesant, apo jo? Më falni, më duket se nga unë e dëgjova këtë tani, apo jo? Po pra, prandaj do ta them që ta lëm për momentin. Po, shumë këtë koncept, këtë term, për të dhënë përgjigje përfundimtare kësaj që jemi, për darë pasaj besoj kur ti e sjell në vëmendje këtë term, pra këtë koncept. Uji teknologjik e parasysh në mos gaboj atë që lidhet me masat ose me përgjigjen e pyetjes çfarë duhet bëjmë për të mundsuar për të vajtur aty ku duhet. Atëherë, rrjeti i ri, projekti i ri që mbyllet për pak javë, pra në sensin e lidhjes të sistemit të mbyllur të tubacioneve, e thjeshtova termin. Çfarë garanton? Pra, a përbën bazën që ai ujë ose që humbjet e drejt për drejta, humbjet fizike të zerohen, pra të mos kemi më humbjet, mos kemi më ujë që rrihet në rrugë, mos kemi më mjetet të ujësjesit të cilat ndërhyjnë për të mbyllur këtë defekt dhe për të duke prishur rrugën apo trotuarin dhe pastaj duke rënë atë në formë që nuk është. Mbarimi i veprës nuk mund të mbarohet. Ka një rëndësi shumë të madhe fizike, po dhe morale. Por nuk ka mundësi ky projekt i ri të realizojë nevojat tona në kohë. Prandaj, duhet të shohim nga ditë e parë që ai do vjet në punë e më tej. Çfarë do të thotë? Shpërndarësit, po se duhet gjesh dhe konsumator. Në qoftë se ti për 1.2 m3 janë 100.000 m3 në ditë që prodhon. Po. Ky 100.000 pra nga ky 100.000 është 100.000 m3 është sasia pra që kemi në Jo, po është sasi që kërkon depozitim të ujit edhe shpërndarje të ujit. Po, 2 elementet. Në qoftë se ti do dërgosh nga tubacioni në drejtim të popullatës direkte, nuk do bësh asgjë tjetër, vetëm ai do marr presionet të tepërta. Se ato pompat që prodhojnë e çojnë në kuotën 10 atmosferë. Dhe ky ti çohet direkt i gjithë tubacioni shpërndarës goditet. Unë kam eksperiencën e viteve 86 deri në 90.
Në 3 muajt e verës kam qenë prezent në furnizimin e popullatës me ujë. Dhe atëre ishte një industri e fuqishme, konsumatorje madhe ujë. Pra zona industriale me disa objekte të rëndësishme industriale, si uzina e sodës, fabrike llampave e tjera e tjera. Të gjitha rrethanat dhe nga eksperienca ime, mendoj që janë depot ato që bëjnë rregullimin, janë në favor të shpërndarjes. Dhe gjithë shpërndarja duhet vinë nga depot, nuk vjen nga tubacioni. Pra depot që ne përmendëm në hyrje të kësaj bisede. Ky projekt që bëhet nga depot në popullat. Kështu që ne duhet sigurojmë që në orë 3600 metro kub. Duhet të sigurojmë. Duhet të sigurojmë. 3600 metro kub. Ku? Në depo. Pra si gjendje e furnizimi dhe shpërndarje në të njëjtin kohë. Pra kjo mundson Ajo që thuani ju, nuk është që të punoj furnizimi depove e pastaj të shpërndar se nuk plotson dot kohë. Pastaj ke gjetur një njeri që për intervistën që në kuadrin e këtij mendimi thjesht këtit, që unë jam i mendimit që në qoftë se duam të rrisim kohën në popullat, duhet të ulim presionet. Tingëllon paksa paradoksale. Kjo, pra, nga njëra anë, duhet të rrisim kohën e furnizimit, nga ana tjetër duhet të ulim presionin. Nuk tingëllon paksa paradoksale, ndërkohë që nëse unë do të fusem një koncept këtu nga parimin e enëve komunikuese, nëse është prezent si parim në këtë sistemin e furnizimit me ujë. Pra kemi një përzierje dhe nga ana tjetër një pojim, pra rrit kohën e furnizimit, ul presionin. Pse? Si shpjegon, si argumenton? Si të të shpjegoj më thjesht. Sa më thjesht për ta kuptuar edhe masa e gjërave të shkuesve. Një kazan që ka një birë të vogël, për shkak të fatit se është ndrysh kërë kështu, e mbaron ujë në një kohë X. Por një kazan që ka një birë sa një 50 lekëshe metalike, e shkarkon ujin. Pra e konsumon më shpejt. Shkarkohet më shpejt. Kjo është ndërsa në analogjinë e presioni, dërgon në popullat ujë më shumë se sa dërgon ulje presioni. Por ndërkohë ai konsumatori të konsumoj aq sa i duhet. Dhe si thuaç, kjo pjesë, pra ajo energjia, ai presioni ruhet në këtë rast ose sasia ruhen vetëm pjesë e rrjetit dhe janë aty. Nuk është puna se depot e ujit kanë edhe atë treguesin e shkarkimit. Në qoftë se popullata nuk e konsumon ujin, se s'do vej 24 orë të vend pin ujë. Patjetër. Bile koha e përdorimit të çezmave do jetë më i ulët se sa është sot. Kështu që ajo nuk do kërkoj ujë dhe nga depo s'do rrjedh ujë, dhe pse ka Saraqineskën tapur. Por unë për shembull kam bërë te depo e 10 Korrikut, me madje që kishte Vlora, para në vjetës. Që sot nuk është në eficiencë. Unë kam hapur Saraqineskën 70. Më falë, nga 37 fileto, unë kam hapur vetëm 7 fileto. Pra 7 fileto nga 37? Nga 30 fileto kam hequr. Por ja që ndodhë. Në cilin vit ka ndodhur kjo? Në çfarë viti, për të qenë koherent? 85-90. Po? Gjithë periudhën e verës. Se isha unë atje. Se unë punoj edhe ndërmarrje tjetër e vjetë e visjetës.
Sigurisht me rregulla shtëpia vetë. Më dërgonin, unë pranoja, bëja ta bëja. Kështu që ja çfarë ndodh në fakt. Kur e hap 7 fileto, është 1/5, do të thënë 1/5 e seksionit të shkarkimit është i hapur. Që do të korespondon pra dhe me sasin. Po. Pra është 1/5 e këta shumë Shkak të rrjedhje. Jo, mirë se nisi kohë. Ka parasysh njësinë e kohës. Më shumë se unë e plotsoj veten dhe korrigjoj dhe veten. Okej. Kështu që mos kemi rak, ku se kam korrigjuar, thuaj çfarë dush. Detyrë e gazetarit Këtu është problem. Edhe të ndryoj për moment, sepse raporti me kameran... Unë jam bashkë bisedim me një gazetar me eksperiencë. Dhe unë po të tregoj eksperjencat e mia. Që ti si di, se çka kam bërë konkretisht. Edhe rezervuar i aty, unë masja atmosferën, më falë, po unë masja atmosferët në të gjithë manometrave që ishën vendosur, që nga soda, PVC-ja, të gjitha ndërmarrja ushqimeve, të gjitha kishin manometra edhe në puseta. Edhe kështu unë dija se sa ishte presioni. Për shumë kjo që hapja 7 fileto, e çonte në masën qytetin, depon e ujit, nga 80 që është ajo atje, edhe që ishte se tani sponizohet, më duket, ajo shkonte në 50 metra. 50 metra, ulej depo a quhet. Pse se tuba... Lartësia e ujit brenda tepos? Jo lartësia e ujit, s'ka të bëj me lartësia e ujit brenda tubos. Tuba, veten kuotën 50 metra, se mbushet gjysën. Dhe kur është e plot, tuba e plotë, pavarësisht nga rrjedhja, nga burimi, aty është kuota për presionin. Presionin që ka në publik. Pra kur thash, dhe unë kur bëra ndryrë që thash lartësia kisha parasysh pikërisht por ç'a bëja? Veç këtyre, unë kufizoja të gjitha Saraqineskat, e që kish qyteti nyje. Edhe ato, të 500 që ishin. Por unë e kufizoja edhe Saraqineskat, të presioni binda në gjithë qyteti. Mirë po, në qoftë se do të quajnë të digitalizuar qyteti, unë kisha 24 telefona të shpërndara në Vlorë që jetonin 4-4. Dhe kur lëshoj uji, berim në telefon. Që erdhi uji, po, nuk po të them anët emocionale pasaj të njerëzve, kështu, por furnizimi bëhe me një logjik ekstra. Pra thot një lloj digitalizimi primitiv, nuk e qojtë, s'kam pse ja bë, se është funksion. Edhe sot duhet është funksionalitësi, por... Edhe sot duhet bërë në qoftë se duam të marrim 24 orë në qytet. Atëherë, sa orë ujë, për sa orë në 24 orë furnizoi Vlora në periudhën që po flas, pra 85-90? Po furnizoi në mëngjes, që nga ora 6. Ndërkohë që kemi parasysh që nuk ishte borirë. Edhe vente deri në 8. Po tani pra 6 deri në 8 ishte... Ishte ujë 6 dhe në 5, bilo. 5 deri në 8 në mëngjes, ishte furnizimi i parë. Ishin punonësit që iknin të gjithë, iknin që nga Mifoli, edhe deri në këtë Orikum, Dukat, me fjalë. Shkojnë në punë, sigurisht mëngjes ishte vendimtar në po ishin dhe njerëzit që iknin për naftën, për të gjitha. E mësuesit shkonin, e popullit që punonte në vakatunde. Kujtojmë që orari zyrtar fillonte në orë 7. Në 7 për ata që nuk e dhe din, për mosat e reja, mosat e vogla. Ora 5-6 hape uji. Dhe furnizimi i dytë kur bëj? Furnizimi i dytë bëj në orën 2. Deri kur? Deri në 4. Pra këto ishin dy periudat e furnizimit. Jo, 2 periudat të tilla janë sot. Atër ishën 3 periudat të tilla. Kur ishte i treti? Ishte ai 6 deri në 8. Pra kishte një fashë orare të tretë. Fashë orari. Që bie që do të bëj llogari bie rreth 7 orë furnizim në 24 orë. Unë e kam çuar vetë deri në 10.
10 orë furnizim para 90-s. Po. Në kushtet e mungesës së bolierave. S'kishim Jo, bëj fjalë për pa konceptet e bolierave. bolierë, nuk po diskutohet bolierë, se ne po themi që bolierë s'ka. Atëherë qa mase kënë që ose heq bolierët? Duhet i bësh me më në kokë, nuk duhet i bësh heq bolierët, si do jeq. Nuk i heq do të bolierët, po siguren prafë. Do t'i mbyllësh bolierët? Po, janë dakord. Aty ku janë të mbyllen. Të lutem dhe unë furnizoj me bolierin tim. Mbyllën bolierin, zotëri, edhe bje muj. Që do thotë, pra plani... Më falë, sot, po të mbyllë bolierin, mua nuk më vjen ujë nga Qezma. Nuk më vjen ujë nga Qezma e qytet, nga stacioni sot. Po pra, flasim. Sepse Unë jam në katë katërt, të tretë teknikë. Dhe nëse do të kemi furnizim 24, pra në rjet kemi ujë, pra nëse do të kemi furnizim 24 orë me ujë të pishëm, pas përfundimit të këtij, këtë ke parasysh, pas përfundimit të projektit që jemi duke folur. Po, duhet bërë me... Pra nuk të vjen ty ujë pas këtij momenti? Ja, s'vjen, asim pikë. Jo për momentin tani, po pasi të ketë mbyllur ky investim Jo, për mos ti më ngatërrohem, se jemi gjithë biseda është në favor të projektit të ri. Pikërisht, pra implementimi, vënia në eficiencë e projektit të ri do të thotë që uji do të shkojë në të gjitha katet. Uji do të shkojnë në të gjitha katet, po do provohet, nuk do bëhet reprezalje. Duhet shikojmë ku kemi arritur me atë projekt të zbatuar. Kemi arritur që mund të marrim sukses, kur ai deklaron unë e mbarova punën. Deklaron ai që implementon projektin. Ai që punoi, ai që bëri. Dhe u morë në firmë. Në rastin investitori... Po shiko, vepra tona ka raste që rrinë edhe 1 vit po marrë në dorëzim. Edhe 2 vjet. Është i periudhë. Jo, të lutem. Garancie. Jo, po nuk ka garanci nëse s'merret në dorëzim. Vepra nuk vihet në punë, nuk quhet edhe në punë. Është një tentativë që ka kufit e aventurës. Atëre, ti gjithsesi në përfundim të gjithë kësaj që sapo the, prap ngelesh skeptik në atë që premtohet se qyteti do të ketë ujë 24 orë në 24 pas përfundimit të këtij investimi. Skepticizmi im është i lidhur me sasinë që do vëmë në punë. Çfarë sasi e kemi të ujit? Kemi atë që kemi. Nuk po merret që po hapet një burim i ri dhe do vi dhe shtesë dhe kaq ujë. Po më themi, ky projekt i ri është shërbim të prodhimit të vjetër. Aq prodhohet ujë. Pra do thotë duhet pyetja në këtë rast vin ose çështja ose pikpyetja e madhe. Pra kemi kapacitetet e mjaftueshme, sepse kjo është faza e parë. Ndërkohë që në hyrjet e emisionit thamë që do të vinë në rritje turizmi, industria e turizmit, pra do zgjerohen kapacitetet. Do zgjerohet dhe do të eci paralelisht edhe sasia e ujit që duhet prodhuar për të përgjigjur kësaj rritje. Pra ritme që do të shkojnë paralelisht me njëra tjetër. Do ta mësojmë se ai ujë që kemi ne para 90-s përfaqësonte 1 milion banor. Pra, atëre 100 litër në ditë ishte. Pra do thotë që me ato parametra uji, sasia e ujit që hynte në rrjetin e furnizimit mjaftonte për një popullsi, për një qytet me popullsi 1 milion banor. Po. Ne e bëm 500.000 banor. Çfarë bëm? E bëm 500.000. Dakor. Sepse u rritën nevojat. Jo, po 500.000 banor, në kushtet që jemi plotësohen. Se të gjitha këto vaditjet e të gjitha, edhe private, dhe klandestine, duhet pranuar që janë brenda këtij kapaciteti, 500.000. Që thotë që uji që hyn në rrjet sot, në rrjet, dikur ishte për 1 milion banor, sot e kemi për 500.000 banor. 50.000 popullat. Ne kemi atë për 500.000 kapacitet. Pra, në kushte teorike. Në kushte. Dikur e kishim në fillim të viteve 90 ose në fund të viteve 80 e kishim atë ujë të mjaftueshëm për 150.000 banorë llogaritëm ne. Deri i bie rreth 300. Kam parasysh në 80-ën, fundin e viteve 80 dhe fillimin e viteve 90. Përmendë një shifër, pra 1 milion banor ujë i mjaftueshëm. Po. Apo jo. Ndërsa tani e kemi për një
qytet me popullsi 500.000 banor, një sasi ujë të mjaftueshme për të përgjigjer Po nevojave. të ketë 500.000 banor. Pra, po të ketë parasysh. Aman do kesh gjë parasysh që është konsumatori ekuivalent. Konsumatori ekuivalent është vaditja e gjithë gjelbërimit që kemi, gjithë oborret që kemi për shtëpit një katëshe, edhe ata vaditën ditë për ditë. I lajnë. Rrugët janë gati, mund e them dhe pa frikë, po janë 50% e konsumit. Me thënë, Pra, 500.000 banor, po i bie sasia në 200. Pra, me normativën 200 litra në sekond. Se 200, 300, 200 për çdo frymë apo për çdo banor. Për çdo banor 200 litra në sekond. Por gjithë tjetrën e merr nëse prodhohet, e merr gjelbërimin. Po atëherë kishim industrinë që merrte një pjesë shumë të madhe të ujit që prodhoi që nga vendburimet tona. Atëre ajo merrte, atëre kishte rreth në ditë kishte rreth gjysmën e këtij kapaciteti. 500-600 litra ishte burimi në sekond. 600 litra në sekond ishin ajo në dispozicion. Pra, pothuajse 50% e sasisë së ujit që prodhoi, shkonte për nevojat e industrisë. Atëherë vim në kushtet e sotme. Të ngelemi tek ajo që edhe atëherë ishin problem vaditjet. Po dhe atëherë sigurisht. Edhe gjelbërimi, po ishin dhe këto shpërdorimet e ujit, marrja, rrjedhjet për shkak të tubove të vjetra. Pra do të tham humbjet e drejt për drejt, Sa arrin sot koeficienti i humbjeve ose niveli i humbjeve, sa është sot në rrjetin e qytetit? Sepse thua përderisa ka një koefidencë marrëdhëniesh, ju si televizor me ujësjellësin. Ati mund t'ja merrni sa prodhohet dhe sa janë humbjet. Sa është niveli i humbjeve? Se janë zyrtare dhe të informojnë njerëzit për shkaqe individuale. Jo, kur nuk kemi bindje për saksinë e shifrave, nuk diskutohet. Unë me anësi se për shkak eksperiencë dhe ekspertizë pushës, unë di të them gjëra, por nuk ja vlen. Atëherë vim tek momenti që ti nise pak më lart. Çfarë duhet bërë për të rritur? Atëherë unë mendoj që të gjithë qytetarët që janë të fushës duhet mendojnë që ta ruajmë këtë kapacitet hidrik ose hidroteknik. Se kapacitet hidroteknik është sasia që ke në dispozicion e ujit, prodhimi që merr nga stacionet e pompave dhe bie në duar të konsumatorëve publik edhe konsumatorit se e thash disa herë këtë tjetër që janë gjelbërimi i qytetit edhe vaditjet e... Ato që përmendet. Atëherë, pak më lartë solle në vëmendje termin e ujit teknologjik. Çka kishte parasysh? Sepse pas që kishte më shumë dëshirë për ta prezantuar si koncept dhe si realitet njëkohësisht. Unë kam bërë i kam edhe me shkrim të gjitha mendimet e mia në atë kohë. Edhe i kam mbrojtur para institucioneve që ishin këshillave teknike brenda dhe jashtë Vlorës. Dhe pa ujin, unë mendoj se uji teknologjik do ta zgjidh përfundimisht. Do mund të drejtohesh edhe te shkullësit. Edhe sot, edhe në të nuk dua të dukem të drejtë. Edhe dua të flas. Edhe nuk na tërheq vëmendjen e se do ta bëj çorpës. Po dhe? Më lërë, në qofë se duhet këshu... Nuk ka problem, jemi... Jo, pra, unë se kam. Këshu i të më falin dhe spektatorët.
por uji teknologjik, mundësia e parë që e kam shprehur ka qenë 86. Çfarë është uji teknologjik? Ja një minutë. Si Uji koncept, për ta teknologjik shpjeguar. është ujra të natyrës, sidomos nga lumenjt, nga përrejnjt, nga rezervuart, nga të gjitha, janë ujra teknologjik që nuk janë të mjaftueshëm për të pirë. Pra s'kan parametrat. S'kan ato parametrat, por ato bëhen se bota ka arritur, ka bërë ujin e detit e ka bërë të pishëm për qytetarët, e tjera. Por, unë mendoj që një nga rrethanat më të mira të Vlorës për ujin teknologjik është rezervuari i Babicës vogël, i cili nuk është ai rezervuar kush e di, por është i rezervuar, është i depozit uji, në qoftë se ti e shfrytëzon sasinë që rrjedh nga ajo, për shkak të ujit teknologjik, që do merret në favor të qytetit të Vlorës, i cili jo më shumë se 10 vjet do jetë 2 fishi këtyre ndërtimeve dhe popullatës. Uji teknologjik na bën, i cili ky rezervuar duhet të furnizohet nga Shushitsa, për të cilin kam hedhur mendimin që duhet të ketë një perde betoni në kuatën optimale për ta ruajtur nga brigjet e lumit. Të mos bëjmë pengesë, por në kuadrin e tabanit tjetë kjo, dhe kjo bën me kaptazh. Kaptazhi nxjerr ujë nga fundi, ngjitet lart dhe derdh në favor të stacionit pompave, duke ardhur nga poshtë. Pra nga lumi, nga lumi poshtë, kaptazhi deri në veprën e marrjes, veprën e ujë për ta dërguar tek rezervuari i Babicës. Ai të dërgohet në rezervuarin, i cili ka një rol jo depozitues, por jo një rezervuar kapaciteti, se nuk duhet prekim sasinë e ujit që është nga natyra për vaditjen. Që do thotë pra ujin e këtij rezervuari mund ta shfrytëzojmë për nevojat jo, e vaditjes? Nëpërmjet ujin e Shushicës mund ta shfrytëzojmë nëpërmjet këtij rezervuari. Jo, për nevojat e vaditjes, po. Mendoj se më thjesht është kjo. Të marrim ujë nga sistemi që do ngrihet në Shushicë, me perden që do bëhet për betoni, pra të që ti cilësove që ujra të ngjiten kaptazhin, po, derisa të preken të gurët, tek të shtupi, gjendja gjeologjike poshtë, e shtresës të thelluar, do me thënë sa shtilë, si janë fund ka shkëm. Atëre kalojmë tu për të mos u ndalur shumë në pjesën teknike, pra për të ardhur tek momenti, pra tek vepra, e cila garanton ato që ti përmendë e cilësove pra ujin teknologjik. Për çfarë nevojitet ky ujë teknologjik? Ky ujë teknologjik. Çfarë do vëmë në shërbim të qytetit? Ky ujë teknologjik shërben për të vaditur të gjithë kapacitetin toksor që kemi brenda qytetit të Vlorës. Pra, mjediset publike të gjelbëruara, por edhe... Po dhe të produkteve qytetare, ato sallatrat, gjërat, pra kopshet... edhe kopshet gjitha, ta kenë mundësinë e marrjes ujit. Kuptar, kundrejt shërblimit do jetë, por... Atëre, do thotë që duhet ketë një rrjet të ri inxhinierik, për cilin do shfrytëzojë. Duhet menduar që tani se kemi pretendimin për 24 orëshin. Që do thotë që sasisë aktuale që kemi në dispozicion të konsumit nëpërmjet çezmave, ne i heqim të sasi që mos gaboj ti e përmendë si shifër më lartë, cilësove e theksove në 50% të sasisë që sjell dhe furnizon. Pra heqim 50% të sasisë përmes ujit teknologjik. Deri tani që është hedhur faj tubove. Por
do me thënë, përdorusit jo ligjor, edhe lulishtet, edhe Pra, mjediset e gjelbrora publike. gjelbrimi, rrugët e gjitha, janë gati 50% e prodhimit të ujit që ne Pra, marrim. marrin rreth 50% të sasisë Po. së Ujit që prodhimit të ujit që hyn në rrjetin e usjet furnizimit në qytetin e Vlorës. Atëherë, do thotë që me këtë, nëse bota e ka praktik të gjë, pra e ka zgjidhur, e ka si praktik e cila vjen nga vendet më të përparuara. E kanë veç. Ndërkohë që ne duhet mendojmë që Dhe për një mas, e para një mas, po, se e ka mendimin, jeta nuk i dihet. patjetër. Edhe dua ta them dhe këtë. Masa e dytë, po. Ne atëre, në vitin 87-88, kemi përdorur edhe para sahatit, Po. kemi vënë me spesor 1 mm, 2 mm, llamarin në formë rrethi, në formën e lekut, se është 12.5 mm. Se çdo konsumatori. Çdo konsumatori, po. Ashtu, është provuar që në katin e parë, nuk e din gjuhën popullore i thonë duz. Po. Kishte i bëm një birë 1 mm. Se ishte e gjithë iniciativa ime, mendimi im, edhe e pranua në gjithë. Në katë parë. Çfarë garantonte kjo? 2 mm në katë dytë, do ta them. Po. 3 mm në katë tretë, dhe kati 4 pa milimetra. Pra, duke u zgjeruar diametri i birës, po? I birës në këtë... Tek ajo që ti thotë duz. Duz që thonë, por mund i gjendet më bashkohor. Çfarë realizonte kjo? Kjo realizonte çorjen e ujit proporcional, si katin e parë dhe katin e katërt. Dhe nuk kalonte, se norma e shpërndarjes është 0,15 litra në sekundë. Pra, këto pajisje të thjeshta, ose kjo duza, kjo pajisje të thjeshtë, garantonte fragmentimin nëse mund ta përdor si term të presionit respektiv për secilin kat. Për raportet e presioneve, që ndalonte dhe ajo ulte presion në tub. Po, sigurisht. Por shpërndante ujin në mënyrë të barabartë. Pra ishte një mënyrë për të garantuar brenda një qelize, siç ishte një pallat pranimi. Konsumatorët janë rreziku parë. Rreziku parë i të gjithë atyre që merren me shpërndarjen e ujit. Janë rreziku parë se kërkojnë barazin. E në fundit, ne sot kemi shtet demokratik cilin e kërkojnë. Patjetër. Atëherë kërkonte sistemi, tani e kërkon nivoja. Patjetër. Atëherë, përmendte gjatë ndërkohë që ne ngjiteshim për të ardhur për të hyrë në studio, përmendte konceptin e çmimit të ujit. Po. Si një parametër, si një vlerë, e cila sot nuk e ka atë duhet, ja çfarë duhet. Dhe masën e dur dhe jo efektive në këtë. Nuk dua të them gjë tjetër në kuadrin e pyetjes që bëra, por dua të them këtë, që efektivisht çmimi që është sot për ujin e pishëm, me sa e di unë është 11.4 lek, që i thonë, për ta kuptuar të gjithë, 114 lek të vjetra. Për litër? Jo për litër, për metro kub. Për metro kub, po? Edhe investimi ka investim të konsiderueshëm shpërndarje ujit.
kërkon një investim. Pra jemi te vlera, te çmimi 114 Po lekë kërkon investime, kërkon investime, nuk është badjava. Nuk është që hajde se tani po do bëjmë dhe shpërndarjen e ujit. Po do bësh investim tek çdo familje, tek çdo sahat. Atë investim po jemi duke e bërë, jemi duke e mbyllur. Këta sahat janë parazit. Duhet i bësh sahat bashkëkohor, digital. Ai që s'ka ujë, s'ka ujë. E kontrollon vetë shpërndarja. Komandimi digital. Shpërndarja, problematika, vijet në informacioni, vjen përmjet rrugëve të digitalizimit. E gjithë kjo dhe vendosja e këtyre para furnizimit me 12.5 mm, të cilat reduktohen në 2 mm mesatarisht. Këto i ulin konsumin, se do vërtet ujnë 24 orë, por ka dhe shpenzimin të sahatët. E të tjera që vinë lidhur me sahatët. Gjithë të sahatët kanë një çmim X. Patjetër, kanë një investim. Ka një investim. Ky investim, pa ato lloj sahatësh. Pa atë lloj të rishikusit, po. Po. Pa diskutuar këtë. Pa e diskutuar këtë. Kërkon një investim që do jetë goxha i vlerësuar. Atëherë, për ta zgjeruar konceptin që thash, të kostos, të çmimit, jemi në një fazë shumë të rëndësishme të procesit të integrimit evropian. Nëse do të krahasohemi, sepse sigurisht edhe në këtë fushë ka standarde të cilat detyrimisht duhet të respektohen. Jo vetëm sepse do të parashikohen në legjislacionin përkatës sipas kapitujve respektiv të këtij procesi në kuadrin e negociatave për secilin grup, kapitull dhe kapitull, por edhe në drejtim të asaj që duhet jemi pranë standardeve reale. Pra, nëse bëjmë një krahasim, sot në Evropë, në vendet e pjesë e BE-s, sa është çmimi i ujit dhe sa e kemi ne? Dhe pse vlerësohet ky si një term ose si një koncept ose si një realitet që duhet respektuar, duhet barazuar? Po pra, se ata kanë ujin 24 orë. Pikërisht. Por e kanë mbi baza të konsumit. Të konsumit të tyre, se uji u vetë atë. Edhe ai konsumon ujë. Por për metro kub atje nuk është 1 metro kub 1 euro, më fal, 10% e euros, ose e lekut shqiptar. Nuk është me këtë çmim. Ne sa kemi çmimin sot? Po 100, nga 1.000 lek, 100 lek, 114 lek të vjetra. Do me them nga 100 lek, i bën 11.4 lek. Në një vend BE-s, sa është çmimi për sasinë respektive? Me sa kam dëgjuar, edhe kontakti që kam patur, që se kemi punuar me gjermanët për ujin e pishëm Vlorës, për projektin, 10 euro metro kubi. Që do të thotë, pra, ne duhet të qindfishojmë atë koston, vlerën? Po do veshte 1 eurshi, do veshte 2 eurshi, se do ta detyroj sahatat. Edhe kushtet teknologjike të gjithë produktit. Një shifër, një rritje goxha galopante e dukshme. Po jo, s'është galopante, për faktin se atë konsumon dhe ajo rrit koston. Rrit koston të shpërndar sa më shumë. Pra ujë 24 orë në çdo shtëpi, në çdo hyrje, në çdo apartament, në çdo familje do thotë edhe një kosto më e lartë. Por pse të mos atëre kursimi që mund të bëjmë? Po pse ju kapeni të shumë? Nuk të konsumojmë. Po sikur ta provojmë. Po sikur ta provojmë të jetë 1 euro metro kubi. Ndërkohë mund drejtojmë edhe Po. Ma bëre shumë herë këtë vrejtjen. Të thash, jam ullur se unë doja të unë t'je peku e qova dhe, ka stile për të parë dhe andej, po qatë se mëndja nuk të lëtë livadisësh. Atere? Dhe është, këtët jenë të pregatitur të gjithë, se flasim për një furnizim ekstra modern. Si që është bota,
në bazë të asaj që prodhon, kërkon. Pra që do thotë që nesër ne kur kemi pjesë e BE-s, e familjes së madhe evropiane, e vendeve të emancipuara të zhvilluara, do thotë që edhe në këtë drejtim ne duhet të shkojmë tek i njëjti nivel. Pra pagesa më të larta, shërbimi i lartë, standarde më të larta, por kuptohet që edhe shërbimi do të ketë. Uji i pishëm është standard jetese. Atëre, të vim tek ajo që unë e nisa në fillim të këtij emisioni. Kam parasysh atë që shtrova si problem. A është në gjendje Vlora me kapacitetet hidrike që ka, të jem brenda konceptit të terminologjisë pra profesionale, me kapacitetet hidrike që ka, a mund t'i përgjigjet ritmeve të zhvillimit të turizmit nëse do të shkojmë paralelisht, pra me shfrytëzimin e këtyre kapaciteteve? Por ekzistojnë këto kapacitete që ne të modernizojmë mënyrën, metodat e shfrytëzimit për t'i vënë në shërbim të një turizmi që vjen dhe shtrihet, zgjerohet dhe standardizohet në parametra më të lartë? Varknali nga Ducati ose maja e Quramëngës edhe deri në Shashic është 6 metrë kub si kapacitet ujë mbledhës. Se ujrat e shiut, Sa? 6 metrë kub sekund. Pra prodhon ka një 6 metrë kub sekund. Ti ke parasysh basenin kur thua që përmendet këtë sipërfaqe, basenin ujë mbledhës dhe potencial të furnizimit. Sipërfaqen që ka në dispozicion, aty bjen 2000 mm shi në vit, që kemi në normë, në vit të tëra. Kjo neto, për ashtu vëllimi, rrjedhje dhe gjitha, përbën 6 metrë kub sekund që janë në dispozicion për t'i shfrytzuar. Do thotë që krahasuar me mundësitë aktuale kemi një rritje me pothuajse 6 herë më tepër. Kush ne ujë? Krahasuar me rezervat kemi duke shfrytzuar. Ne kemi një të gjashtë. Po pra. Por mos harro, ka dhe trajasi rreth 1 metër kub që del në rrjedhje. 1 metër kub në sekond. Si kapacitet, si potencial furnizimi. Nuk jam shumë i sigurt, por me çka kam parë, por dhe me çka kam dëgjuar, dhe me çka kam lexuar. 6 metër kub është pellgu ujëmbjellës, sipërfaqja në dispozicion të precipitimit të ujit të pishëm në këtë bark mal. Që do thotë, duke ju përgjigjur pyetjes si unë shtrova, pra rezervat hidrike, potenciali hidrik i Vlorës garanton këtë rritje deri në 3 metrë kub janë 50%. Në progresion geometrik apo jo e tjerë tjerë? Po. Deri në 50% të saj mund t'jenë në ashtu edhe 2 metrë kubsh. Po. Plus këti 2 metrë kubsh. Ndërkohë që kemi dhe Sazani, sepse me shndërimin e kësaj hapësire në mundësi të zhvillimit të turizmit elitar, pra duhet garantohet dhe uji i pishëm. Uji i Sazanit vetë bëhet qytet aq sa është sipërfaqja, ta kesh të qartë, nuk është fare problem për neve. Kryesore është bëhet. Ndërkohë, dikur si furnizoi Sazani, me që jemi këtu për kuriozitet? Me anije të vogla që merrin. Anije cistern. Po, që merrin maksimumi 500 litra në ditë, 1000 litra. Që furnizoheshin... Më falë, jo litra, po metro kub. Metro kub, po. Që furnizoheshin tek tuneli, apo jo? Po. Që furnizoheshin aty të tuneli. Te tuneli, po, shumë. Ku ishte dhe infrastruktura respektive për të garantuar, për të mundësuar pra këtë furnizim. Po i stacioni pompave, jep të furnizimin. Ndërkohë, duhet të rikthehem pak të shkuarës, sepse duke parë të shkuarën jemi në gjendje të vlerësojmë të tashme për të gjykuar se ku do vemi më tej. Apo jo është një sentencë që përmendet në fakt her pas here rëndom nga njerëz të ndryshëm, por gjithsesi është një sentencë interesante, një shprehje interesante që vlen për të përcaktuar dhe për të nxjerrë përfundime goxha interesante. Atëherë, dikur është folur, është thënë, nuk deklaroi zyrtarisht atëherë për shkak të kohës para viteve 90,
për mundësinë e eksportimit të ujit në jug të Italisë, konkretisht pra në brigjet e Puljas. Por ky projekt më mbrapa u ripërditësua, madje u fol se do të vijej në funksion në një moment shumë optimal, por që gjithsesi në të dyja rastet pra ngeli brenda konceptit të mos realizimit, pra brenda konceptit të atyre opinioneve që qarkullonin, por duke mos parë asgjë konkrete. Ka të vërtet në këtë pjesë, sepse kemi dhe një investim, në mos gaboj, real, diku tek Kalaja, në funksion të këtij projekti. Po bën janë në dispozicion e kapaciteteve tjera jashtë Vlorës, po brenda qarkut Vlorës mund të ketë me shumicë, por ka një gjë që kur vjen koha e gjërave, sa ai që e merr ujin për konsum, mos mendoj që nuk do ta paguaj me 10 euro metër kubin. Kështu që e plus shpenzimeve tjera. Por dhe ata bëjnë studime. Ata kush? Edhe ata që duan ta blejnë. Unë ju referova një rasti konkret, pra 90. S'ke dijeni për këtë projekt? Sepse kemi investimet tek Popa, që ne vlonjatët me këtë emër e njohim. Të gjitha. Pra, u nis për tu konkretizuar, për tu implementuar? Po. Dhe deri në çfarë faze vajti? Për kë këllapin, për këtë Tragjasi. Jo Tragjasi, ka parasysh atë projektin e përmendur dikur para në. Aha, ai ishte gjigant si projekt. Po, dhe deri në çfarë faze vajti dhe ku do eksportoj ai uji? Ai uji do në vendet arabike, ishte ndërmjetës një firmë gjermane, e cila e caktoi ujin, më duket se $1 metër kubi. Këtu do vinin si çmim. Si çmim. Këtu do vinin cisterna 300.000 tonëshe, të cilat gjatë procesit të kthimit do bënin amballazhimin. Pra, anijet, cisternat, do të kishin dhe sistemet përkatëse për ambalazhimin e ujit. E kam ndjekur vetë atë ujë, e kam ndjekur vetë me gjitha. Na tregoj një kuriozitet që nuk ka qarkulluar në opinion. Ne më duket se kemi bërë në gazetë. Jemi këtu, pra është tjetër. Pra jemi këtu, nëse duhet ta tregojmë për ta tregojmë. Ai është një edhe stacioni pompave ishte i përgatitur për se donte kohën e furnizimit të këtyre 300.000 metra kubik. Kur ka filluar, në çfarë viti? Si? Në çfarë viti filloi si projekt, projekti i pompave? Në funksion të kësaj mundësie të këtij eksporti. Ka qenë prodhimi i viteve, më duket se 84. Po? 85. Pra ishte një kompani gjermane që u ofrua. Ndërmjetësi ishte ata. Po? Ishin gjerman, se janë kompania të ndërmjetësit. Dhe do të çonte në Arabinë Saudite. Nuk e di si ndodhi, pse ndodhi, por këtu bëj investimi. Investimi çfarë përfshinte? Investimi përfshinte gjendjen reale të thellësisë aty për 300.000 tonë. Ishte kënaqshme. Thellësia e basenit të detit, këtë ke parasysh. Basenit i gjirit të Vlorës. I gjirit, po thellësia e 300.000 tonë. Hyrjen e ankorimin e këtyre cisternave masive. Dhe atje ka qenë ishte një sinjal me dritë, në qoftë se keni parë. Janë, në mos e po janë akoma. Asaj çau thon atyre. Sistemi sinjalizues. Sinjalistika përkatëse edhe bova, po dhe tubacioni i shtruar është deri atje. Tubacioni i ujit është i shtruar deri aty. Dhe 500 litra në sekond i binte në rreth 40.000 metra kub. Ajo do rinte rreth 10 ditë
10 ditë për të furnizuar Një cisternë. edhe për Një turizm. cisternë e Një këtyre. cisternë 300.000, por në rrugë ishte tjetra që vinte. E kuptoj. Pra ishte një projekt i cili ishte produkti një marrëveshjeje, respektive përmes dy palëve, por i kostit edhe kompanisë. Ne pranuam me Samba Montun, ne pranuam me një dollar dhe ishte i kënaqshëm për të justifikuar investimin që do bëhej dhe ja lanë perspektivë si një gjë me shumë interes për ne. Po të tjerët nuk është ishtin kaq. Do të jepnin minimalja $5 toni. Tregu në këtë rast është me çmime konkurruese. Po. Por ne ishte e levetshme për të realizuar me këtë çmim. Po vinin dhe venin informacionet që si merren këto, se ato cistenat janë dhe sot. Dhe të tjera po ndërtojnë. Si gjumë të një projekti i cili fatkeqësisht nuk u çua deri. Përse nuk u konkretizua? Erdhi si rrjedhoi e diplomacisë tregtare e dobët, ose lakmuse me sadim nga gjermanët. Ata me gjermanët se nuk ka borç populli gjerman, po firma. Ajo kompani e cila ishte pjesë e marrëveshjes. Dhe mos gaboj diku në 88-ën apo 89-ën u zyrtarizua dështimi i këtij projekti. Apo diçka më herë? Nuk erdhën ata, sa ajo derën hapur e kishte, po ti interesonte tregut mund vinte me atë çmim. Atëre, më mbrapa u fol edhe për një projekt tjetër që do të shfrytëzonte ose do të vlerësonte këtë investim paraprak që ishte bërë, por duke patur një përfitues tjetër, pra zonën e jugut të Italisë. Edhe ky projekt mbeti po ashtu në kuadrin ai është në kuadrin e shtrirjes tubove. Ai nuk e merr me cisterna. Pra ndryshonte mënyra e eksportit. Ai e merr tërësisht atë me tubacion. E ka propozuar dhe ka. Edhe syri kaltër ju vënë dispozicion. Pra është një tjetër ishte me Berlusconi. Muhabetet 95-s. Ishte një projekt që mbeti në tentativë Berlusconit. Urdhëro? Pra një projekt që mbeti në tentativë mes qeverisë në ëndrrën për punën, ata e kanë në vazhdimësi i kërkesën. Nuk është e vërtetë që kanë heqë dorë ata. Por konjektura ekonomike tregut edhe ne shqiptarët tani janë zgjuar, janë bërë. Patjetër. Më dëgjon? Atëherë do të thotë me këtë që unë shtrova, Irfan po drejtohem në emër për shkak të relatave të raportit miqësor që kemi. Atëherë do të thotë që Vlora, përveç se kapaciteteve turistike, ka dhe potencial hidrik i mjaftueshëm jo vetëm për nevojat e veta, jo vetëm për nevojat e përshtatshmërisë dhe të një turizmi që do të vi duke u zgjeruar, por edhe për eksport. Pra është një element po aq i rëndësishëm për shfrytëzimin dhe rritjen e standardeve dhe mundësive të zhvillimit, apo jo? Po, pra, është fakt që do rritet numri i turistëve dhe kjo përbën në rrezik në kushtet e të gjithë turizmi, e të gjithë pritësve. Pritësit mund të befasojnë, mund të vinë 2 milion vit, që dhe ja bësh. Kjo është një emergjencë, duhet ke startin, dhe ai ndërtimi që bëhet, është për start, që kemi e quam ujin deri në familje. Edhe në restorante, gjitha e quam ujin. Më kupton, koha e furnizimit është problemi, dhe masat që duhet marren, se ndaj të thash, pa ujin teknologjik, futjen e ujit teknologjik, nuk do kemi ujë 24 orë. Dhe nuk do jemi të sigurt, dhe nuk do jemi në kuptimin e mirë të fjalës në një qytet që i gjithë bota i thot më i bukuri. Gjithsesi, unë vlerësova në atë aspektin më të gjerë, sigurisht që përmendja dhe sjellja sërish në vëmendje e një koncepti të tillë siç është uji teknologjik është pjesë e masave
që ti propozove gjatë bashkëbisedimit tonë. Po. Ndërkohë që potenciali hidrik i zonës, i qytetit, me atë basenin ujëmbledhës që ti e evidentove, e përmende për Tershkusin, është i mjaftueshëm pra për të garantuar rritje të një industrie turizmi i cili duhet të një industrie turistike që të përgjigjet pra ambicjeve tona për vazhdimsinë. Po normal, për vazhdimsinë ai është problemi. E tash me si në zuri. S'kemi që bëjmë. Ti vërtet mund të ftosh për një dasëm 200 veta, po mundi dhe 400. Se vjen dhe paftuar. Se turisti nuk ftohet. I parashtrohet. Ai vendos të vi, mos vi. Që thotë duhet jemi gati për çdo fazë. Kemi është një plus i madh ky projekt i ujit pishëm. Po, kështu duhet ta projekti për quajmë. Siniforën, po. Por edhe duhet të dëgjojmë, po munden të na dëgjojnë ata që kanë në dorë, por edhe populli sikur të dëgjojnë nuk është keq. Patjetër, në fund fundit mundësia ose ajo çka ne mund bëjmë si gazetar, si opinionist, Po, si jo, ekspert të fushës dhe ata njerëz që janë protagonist në fushat respektive, pra këtë mund bëjmë, pra sensibilizimin, sjelljen në vëmendje të gjërave, ofrimin, parashtrimin e rrugëve të zgjidhjes ose të kapërcimit të sfidave që lindin pas çdo hapi, zhvillimi, pastaj pjesa tjetër i takon politikës, i takon atyre që kanë në dorë vendimarrjen dhe realizimin e të gjitha atyre rrugëve të mundësive që çojnë në zgjidhjen konkrete të gjërave, të problemeve, të vështirësive. Ke ndonjë gjë që mendon se duhet ta bësh sepse jemi në kufite në limitin e kohës së këtij bashkëbisedimi, të kësaj bisede të drejtë për drejtë në Fusion, Do të them një të vërtetë. që cila është? Që unë atë që di e them. Patjetër. Nuk është puna se s'di. Di dhe gjëra të tjera për t'i thënë. Por unë mendoj se ky bashkëbisedim e realizoi, domethënë, fillimin e kujdesit kundrejt produktit, që është uji më i rëndësishmi nga të gjithë në jetë. Pra, pa ujë s'ka jetë, pa ujë s'ka turizëm, pa ujë s'ka asnjë gjë. Po uji ka dhe oksigjen. Dhe aty është i plot fuqishëm. Formula e ujit, Për shembull, energjia elektrike nuk ka oksigjen. Formula e ujit është H2O, ata që e dinë të gjë sepse është ndër gjërat më elementare që mësohet. Prandaj është primari. Edhe zhvillimit i ka dhënë shumë, por duhet dhe kujdesari për të. Patjetër. Atëherë Fan, unë të falenderoj në këtë moment, pra në mbyllje të këtij emisioni, shpresoj dhe besoj që na kanë ndjekur bashkë qytetarët tanë vlonjat, por jo vetëm vlonjat, sepse emisioni Fusion ashtu si kundër dhe televizioni, pra Blu TV, ka një audiencë që te kalon, pra ka përcejnë kufit lokal dhe ka parametra pra audiencët cilat vinë duke u zgjeruar. Në mjaft biseda, për kuriositet kjo, në mjaft emisione, na kanë ardhur mesazhe drejt për drejta, jo vetëm nga bashkëdhetarët tanë ose bashkëqytetarët tanë që jetojnë në Tiranë ose thjesht në Tiranë dhe qytetet tjera të vendit, por edhe bashkëdhetarë që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe më gjerë. Dhe pikërisht këto mesazhe, këto indikacione që na vinë, ky feedback që na vinë në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë konstante, na bëjnë që ne të jemi më të kujdesshëm, të jemi më profesional, të jemi më të selektiv në zgjedhjen e temave, të cilat kanë atë kuriozitetin e tyre normal për të gjithë, për një fazë sa më të gjerë teleshikuesish. Dhe pjesë e kësaj filozofie, pjesë e këtij kujdesi është edhe tema që unë zgjodha për sot dhe që lidhet me ujin e pishëm, por jo thjesht në konceptin e saj se çfarë mund të bëhet për ta sjell 24 orë në çezmat e konsumatorëve, por edhe të një perspektive e cila tek kalon pra vitet, por dhe ndalet tek e ardhmja që lidhet me zhvillimin e turizmit. Pra, ai që ne tham pak më sipër, që Vlora ka potencialin hidrik të mjaftueshëm për të përgjigjur pra zhvillimit
në dekada, specifikisht edhe në fushën e turizmit. Të falenderoj, Irfan, që ishte sot me mua, falenderoj dhe në emër të teleshikuesve dhe shpresojmë të shihemi sërish në një emision të konceptuar në një formë tjetër, ndoshta edhe me të ftuar të tjerë në formë një bashkëbisedimi, pra duke qenë prezent dhe ekspertë të tjerë të fushës. Unë të falenderoj që ti arrite që mendimin tim ta bësh pronë të këtij televizori dhe të uroj suksese për shkakun e të gjitha saj që unë di për tyja, kështu që jeni të lirë, por këto mendime i depozitoni janë tuajat që sot e të Falenderoj, atëherë të falenderoj Irfan. Nderuar miq, ishim për hapësirën e sot me televizive për emisionin Fusion në këtë transmetim të drejt për drejt me Irfan Canaj, ekspert i njohur i fushës në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm, duke ju falenderuar dhe njerë, ju uroj fundjavë të mbarë, njëkohësisht dhe gëzuar Pashkët, shihemi në vijim pra në javën tjetër. Natën e mirë.